Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, janë disa pyetje shumë e rëndësishëm, edhe jemi duke diskutuar rreth atyre. Një pyetje ishte nga vllai jon që çfarë është vendimi i sharia për ato ena që në kohën e natë, domethënë kemi haruar për të mbyllur enet ushqimi ose uji, çfarë kemi haruar gjatë natën, çfarë veprojmë me ato ena, domethënë ai ushqimi duhet përdoret apo jo, ose nëse është uji ose qumash, a duhet përdoremi apo jo. Ndoshta i vllai ka lexuar hadithi i dërgullahut xhaleshanu, ku dërgullahut xhaleshanu na i këshillon që natën kur flini gjumë, mbuloni enet ushqimi dhe enet uji. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال غطوا الإناء enet mbuloni وأوكوا السقاء أو السقاء ajo çupi uji ose mund të themi ne shalikut uji, mbyllni. Pse? Edhe وأغلقوا الباب, dhe mbyllni dera shtëpia, وأطفئوا السراج, dhe fikni kandilin, lampa që kanë përdorur diku njerëzit me vaj. فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا, pse shejtani nuk hyrdot një çupi ose ato kur kanë përdorur njerëzit gryken që thon ujtit, domethënë nëse është mbyllur, shejtani nuk hyrdot brenda. Ashtu dera kur mbyllet me Bismillahirrahmanirrahim, ai nuk hyret. Ashtu kur mbulohet ena me kapaku me Bismillahirrahmanirrahim, shejtani nuk hyrdot, thot dërgullahut xhaleshanu. Dhe thot nëse nuk ka gjetur, thot wala yakshifu inan fa illa yajid ahadukum, nëse nuk ka gjetur asgjë, domethënë nuk ka as për të mbyllur ena, për të mbuluar ena diçka, atë çfarë duhet bëmi? Atëherë an ya'rada ala ina'i udan, atë let vendoset një skop i vogël, një dru i vogël me Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadhkur isma Allahi falyaf'al, atëherë me Bismillahirrahmanirrahim let mbyllet, edhe shejtani nuk hyrdet. Se është duke i këshilluar dërgullahut xhaleshanu, fa inal fuaysiqata tudhrimu ala ahlil bayti baytahum, veçanërisht është duke folur dërgullahut xhaleshanu për lampa ose për kandili, që doshta hyret miu, edhe ai nëse prek atë, ajo bie poshtë edhe gjithë vaji del jashtë, edhe doshta merr zjarri, merr flak i shtëpia. Kjo është dërgullahut xhaleshanu i këshillon neve, dhe ato i këshillat janë të Nahjul Irshadi, dalimi për mirën, jo dalimi nga ana sharia, këshilla që bëhet. Edhe domethënë ushqimet, nëse dikush ka haruar për të mbuluar uji ose për të mbyllur ushqimit, atëherë është e lejuar përdorimi, ato nuk bëhen pa e pastër. Edhe dërgullahut xhaleshanu pse na ka i këshilluar nga një shkaku tjetër, se dërgullahut xhaleshanu është duke thënë që ka një natë gjatë viti, në atë natë hadithi tjetër është, në atë natë thot profeti alayhis salatu wasalam, fa inna fi sanati, pse gjatë viti është një natë, lejlatun yanzilu fiha wabaun, në atë natë hyret waba, domethënë sëmundje, la yamurru bi ina'in laysa alayhi ghitaun, kur kalon nga një ena që nuk është mbyllur, nuk është mbuluar, atëherë ajo i sëmundje hyret në atë. Prandaj dërgullahut xhaleshanu neve na këshillon që dalohet. Një pyetje tjetër është për agjërimin gjatë ditëve të Shawalit. A është lejuar të bashkohet me, domethënë me kazaja Ramzanit? Atëherë e pari duhet kemi qartësimi i pastër që gjatë ditëve të Shawalit agjërimi janë mustahab, është pëlqyeshëm, mandub, nuk janë sunnet. Shumë hoxhallar flatin sunnet është gabim shumë. Kjo hadithi për 6 Shawal vetëm transmetohet nga një shoku profet alayhis salam, transmeton Imam Tirmidhi rahimahullah. Dhe
Imam Malik rahimahullah dhe Imam Abu Hanifa kanë thënë makruh pa pëlqyeshëm nga i shkaku që njerëzit kishin filluar as shumë dhe një rëndësia që sikur është sunnet edhe sikur është wajib si janë bashkuar me Ramzan, që nuk janë bashkuar me Ramzan, prandaj nuk duhet t'i japim as shumë rëndësia. Edhe prandaj Imam Malik dhe Imam Abu Hanifa rahimahullah ka thënë pa pëlqyeshëm makruh. Por është lejuar derisa ka ardhur në hadith Profetit sallallahu alaihi wasallam janë mustahab, jo sunnet. Domethënë ditën ente dhe hana, 3 ditët e bardha ose 3 ditët e fundit në muaj janë më i fortë në krahasim me 6 ditët e Shawalit. Kjo është një që duhet dimne. Sunnet është një veprimi që dërguar Allahu xhallahu xhanu ka vepruar disa herë dhe pastaj kanë praktikuar shokët Profetit alayhis salam, sahabët dhe tabiin, 3 shekullet e parë. Kurse ne jemi duke parë, Imam Malik rahimahullah thot nuk kam gjetur një dietar nga dietarët e mëdhaja që duhet përmendet në kohën e tim në Madina duke praktikuar këtë hadith i Profetit alayhis salam. Prandaj ky veprimi quhet mustahab. Tani është lejuar apo jo bashkimi? Po. E pari duhet bëjmë niyet për qaza Ramzani, edhe bashkë me qaza Ramzani nëse kemi bërë niyeti për nafila, bashkohet të dyja edhe inshallah merr sawab për të dy. Por e pari duhet t'japim rëndësia për qaza Ramzanit. Vet Aisha radhiyallahu anha tregon që unë kam bërë qaza Ramzani im në Shaban. Domethënë gjatë viti kalonte nuk ka agjeruar ato qaza, edhe ka bërë Ramzan nga i shkaku Profetit alayhis salam, domethënë për marrjes lega Profetit alayhis salam. Nëse dërguar Allahu xhallahu xhan kishte agjeruar 6 ditët e Shawalit vet, nuk kishte le nivoja të merrte le Aisha radhiyallahu anha. Po ai nuk ka agjeruar në muaj Shawal vazhdimisht. Ai ka agjeruar me ahana anta, ka agjeruar me 3 ditë të nafila. Dhe prandaj Aisha radhiyallahu anha nuk ka bërë qaza ato muaj të Ramzanit. Është një pyetje tjetër, ishte për një loj, domethënë është shkutur vajin, mund të themi një loj bira ose alkooli që përdoret në salat, që çfarë është? Por ne kemi një Maulana Momin, ai tregon neve që kjo nuk është vajin real, po është nuk ka alkohol fare brenda. Nëse nuk është alkohol fare, ashtu lloj vajini përdoret në salat, nuk ka një problemi. Një pyetje tjetër është që një vëlla musliman ka qef është me agjerimet e Shawalit, po ka është ftuar një vend edhe ka qef të prish agjerim. A ka një problem? Atëherë duhet dim nuk ka asnjë problem për agjerimi në filet që prishet, edhe pranohet dreka vllai muslimanit, edhe ai agjerimi zëvendësohet ditë atëherë. Ashtu është edhe për nafila. Nëse gjatë vitin e kemi agjeruar diçka agjerimet në fila, edhe ose sunnet, edhe ka ardhur një dreka ose ka ardhur një rasti, ka ftuar një vëlla musliman, mund të prishet ai agjerimi edhe zëvendësohet ditë tjetër. An Aisha radhiyallahu anha qalet, unë dhe Hafsa radhiyallahu anha ne kemi agjeruar. Të dy kishim agjerim në fila, edhe dikush na ka dhuruar ushqim. Fa aftarana. Te ne kemi prishur nga që kemi parë ushqimi është freskët të hajemi atë. Edhe pastaj ne kemi pyetur dërguar Allahu xhallahu xhanu. Dërguar Allahu xhallahu xhanu na ka thënë që sauman makanahu yawman akhar. Suma makanahu yawman akhar. Agjeroni ju, zvendësoni atë agjerimin në një ditë tjetër. Nga këtu kuptohet. Edhe ashtu është hadithi Abu Huraira ka thënë dërguar Allahu xhallahu xhanu që nëse thirr ju dikush për dreka, atëri ju përgjigjuni dreka ati. Edhe nëse është me agjerim, le të prap, domethënë vetë të japim respekti vllai jon musliman, edhe le të agjerojnë një ditë tjetër. Edhe kjo është hadithi që transmeton Imam Muslim rahimahullah. Besoj që ato pyetje dhe përgjigje bëhet dobishëm për ne. Asalamu alaikum wa rahmatullahi.